Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sonte do të flasim për mjedisin, për projekte të rëndësishme që prekin jetën tonë të përditshme. Për ajrin e ndotë që do duhej të ishte ajri pastër. Do të flasim për deponit e egra, për projekte cilat posinohet të përmirësohet jeta, mjedisi dhe të shtohet natyrisht edhe gjelbrimi. Ndërka që në pjesën e dytë do të flasim edhe për politikën aktuale dhe sfidat e koalicionit qeveritar. Këto do t'i bashkëbisedojmë me Ministrin e Planifikimit Hapësinor dhe të Mjedisit, zotin Muhamet Hoxha. Mirëmbrëma, zoti Hoxha, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Shenja. Është hera e parë që po takojmë për kur keni marrë këtë pozicionin e ministrit, prandaj po e filloj me një pyetje. Hera e parë edhe në televizionin Shenja jam në intervistë. Shumë mirë. Atëherë po e fillojmë kështu. E morët përgjegjësinë e ministrit në Ministrinë e Mjedisit, edhe pse për publikun është krijuar mbase një perceptim dhe një narracion që Ministria e Mjedisit ka ekzistuar vendin tonë sa për ta bërë dikë ministër, atë që në realitet të rëndësia dhe pesha që mbartë ky institucion është jashtëzakonisht e lartë. Këtë e dini tashmë edhe më mirë duke qenë prej brenda. Si po shkojnë punët me përgjegjësinë e re në Ministrinë e Mjedisit? Brenda këtyre, brenda muajve të parë të mandatit, kam dëshmuar të kundërtën atë edhe që e theksove në pyetje. Ministria e Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor është një resor shumë i rëndësishëm, i cili ka për detyrë të kujdeset për mjedisin, kushtet, ajrin, ujin, këtu ku jetojmë ne, për planetin, për vendin tonë, për oborin tonë, këtu ku jetojmë të gjithë ne, për arsye se kontributi do të jetë i të gjithë qytetarëve për të angazhuar që të kemi një mjedis më të pastër, një jetë më të shëndosh për qytetarët. Është e kundërta nga ajo që theksove se kjo ministri ka qenë ekzistuar i vetëm se për të bërë dikë ministër. Brenda këtyre muajve të parë të mandatit kam dëshmuar të kundërtën. Gati se në çdo komunë vizit, promovim projektesh, propozim ligje të cilët kanë filluar në procedurë qeveritare dhe pastaj në parlament, shumë vendime tjera të rëndësishme që dëshmojnë se kjo ministri është shumë e rëndësishme. E kishe më të lehtë për ta udhëheqë këtë resort pas qeverisjes, pothuajse më shumë se një vjeçare të zotit Mexhidi? Kishte lënë gjurmë aty? Shumë e vërtetë se shumë ma lehtë, për arsye se shumë projekte të cilët i ka filluar si minister zoti Mexhidi, kryetari, njëri nga kryetarët e Vlenit, tash jemi në vazhdimsi të shumë projekteve dhe gëzon fakti se shumë projekte realizojnë mu pikrisht në mjediset edhe në komunat shqiptare, që s'ka qenë më herët kështu. Për projekte strategjike natyrisht që secili institucion ka dhe strategjitë e veta, po aktualisht në Ministrinë e Mjedisit çfarë po planifikohet si projekte prioritare strategjike të cilat i keni? Kam theksuar disa herë në fillim të mandatit se prioritet gjatë kësaj pjese, këtyre viteve të mandatit si Ministër Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor do të jetë menaxhimi me mbetorinat, ndotja dhe menaxhimi me ujërat. Kur jemi të menaxhimi për mbetorinat, ashtu edhe kam deklaruar e përsëris jemi të fokusuar mu pikrisht në ndërtimin e qendrave rajonale për grumbullimin e mbetorinave, ndërsa për të ndotja kemi një sër masash të cilat kanë filluar të zbatohen edhe para se me qenë ministër, vazhdimsi i zbatimit të tyre dhe masa të reja të cilat do t'i zbatojmë me qëllim që të ulim ndotjen për arsye se të gjithë meritojmë të jetojmë në një ambient më të mirë ku nuk ka ndotje, ndërsa për ato ndotësit nuk do të ketë tolerancë dhe pjesë e menaxhimit të ujrave, projekteve të ndryshme të cilët i realizojnë. Çështja, pra ju po flisni vazhdimisht për ndotjen e ajrit dhe ajo çka duhet në kushte ideale të mbizotrojmë vendin tonë, por praktika dëshmon të kundërtën. Për shembull në qytetet në Shkup, në Tetov, në Kumanov, shpesh këto qytete kanë kryesuar në kryet listës edhe në nivel bote sa i përket të ajrit të ndotur. Ju përmendët disa masa që janë marrë, disa që janë vazhdimsi, por si masa të reja, çfarë në realitet sot Ministria e Mjedisit merr masa konkrete për reduktimin e ndotjes së ajrit? Tua spjegojmë pak më shumë edhe qytetarëve Avedin, në vendin tonë nga hulumtimet të cilët janë bërë nga organizata të ndryshme me renome, kemi 3 shtylla apo 3 ndotësit më të mëdhenj të cilët ndotin ajrin në qytetet tona në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në vend të parë janë industritë, në vend të dytë është komunikacioni dhe në vend të tretë është ngrohja individuale. përkatësisht amvistrit dhe institucionet. Në të tre këto shtylla jemi të fokusuar me masa konkrete
të cilët do të zbusin dukshëm, apo më mirë me thënë, nuk do të ulin nivelin e ndotjes së ajrit. Kur jemi te pjesa e kapaciteteve industriale, kemi theksuar e përsëris edhe njëherë se në vitin 2025, përkatësisht në shtator, është miratuar edhe ligji i ri për kontroll të emisioneve, ligj i cili do t'i bën masat më të repta, përkatësisht kushtet më të repta për të gjithë ato kapacitete industriale të cilët posedojnë leje të kategorisë A, që nënkupton faza e adaptimit prej shtator 2025 deri në shtator 2027 me qëllim që industrit ti përshtatin kushtet të cilët kërkohen me ligjin e ri. Këtu jemi në komunikim të vazhdueshëm me përfaqësuesit e industrive, pa kapacitetet industriale të kompanive të cilët posedojnë licencë A të integruar, si dhe në komunikim të vazhdueshëm jemi edhe me shoqatat jo qeveritare të cilët e ngrejnë zërin kundër ndotjes. Këtu para opinionit, disa herë në brifingje të cilët i kemi organizuar me gazetarë dhe në prononcimet për opinion, kemi theksuar se do të jemi transparent deri në fund. Qytetarët do të jenë të njoftuar me të gjitha masat të cilët i ndërmarrim si institucion me qëllim që të ulim apo të zbusim ndotjen e ajrit në periudhën që vjen. Ajo që e kam theksuar përsëris edhe një herë se nuk do të ketë tolerancë për asnjë ndotës, për arsye se asnjëri nuk mund të jetë mbi ligjin. Pra ju brengoseni se ajri është i ndotër, sepse para jush në këtë resor ka pas edhe ministra që kanë deklaruar që nuk brengosen fare për atë që qytetarët shqetësohen se ajri është i ndotër. Kuptohet se jam i brengosur për arsye se këtu jetojmë unë, ti, familja ime, të gjithë qytetarët. Shëndeti i qytetarëve është para se gjithash. Është para funksionit, para ambicieve apo karrierës personale. Dhe më thonë, ne jemi këtu që të kujdesemi për qytetarët. Të realizojmë projekte të cilët do të ndikojnë në zvoglimin e ndotjes dhe pikërisht kjo nënkupton edhe ajër më të pastër, jetë më të shëndosh për qytetarët dhe brengosem edhe të prej ditës së parë të mandatit punoj në këtë drejtim. Mirë, deponia moderne në Pollok është një çështje për cilën është premtuar që tenderi do të shpallet në shtator të vitit 2025, kur jeni pyetur në nëntor të vitit 2025, keni deklaruar se brenda 9 muajve, në fakt para jush, kanë qenë ministri para prak, ka deklaruar që brenda 6 muajve do të shpallet tenderi për deponinë moderne në Tetov. Mirë po tashmë jemi në muajin maj, do thotë prej nëntor kanë kaluar shumë më shumë se sa 6 muaj dhe ku është procedura për këtë deponi? Nuk kemi absolutikisht vonesë, do ta shpjegoj para opinionit. Ndërtimi i qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave mbetet një nga prioritetet e ministrisë, theksova dhe në fillim të intervistës, dhe ndërtimi i këtyre qendrave, procedurat për ndërtimin e këtyre qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave rjedh. Pra, jemi në realizimin e fazës së parë të këtij projekti dhe faza e parë parashef furnizimi apo mbështetja e komunave, të cilët grafikojnë në kuadër të rajoneve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përkatësisht pajisja e tyre edhe me pajisje të cilët është adekuate për grumbullimin e mbeturinave, si cilët janë ato kamion të mëdhenj, të cilët i grumbullojnë, dhe pajisje tjera të cilët janë më se të nevojshme për funksionimin e një ndërmarrje publike komunale për grumbullimin e mbeturinave. Sqaroj para opinionit se punojmë aktivisht, paralelisht edhe me përgatitjen e dokumentacionit për shpalljen e thirrjes për ndërtimin e qendrave rajonale. Të parat do t'jenë në Rusino, që është në rajonin e Pollogut, mu pikrisht kjo do t'jetë njëra nga thirrjet e para që do të shpalleve muajve në vim, pasi të përfundojmë gjitha procedurat. Keni parasysh se këtë projekt e realizojmë me një linjë kreditore nga Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim, ndërsa për të njëjtën kemi edhe disa grante nga qeveria suedeze dhe zvicrane, dhe gjithë projekti në ndërtimin e 3 qendrave rajonale do t'jetë duke mbi 90 milion euro. Pra një në Rusino, në Novac? E tjetra do t'jetë në Novaci, në rajonin e Pelagonis edhe të jugë perëndimor. E dyta do t'jetë Rusino, që është në rajonin e Pollogut, dhe e treta, të cilën jeni në fazë pak më herët, do t'jetë në atë Vardarit edhe Jug Lindor.
Ndërsa e katërta në Sveti Nikol për rajonin verior dhe dhe lindor verior, më fal, ajo është duke u bë për zgjedhja e kompanisë për arsye se këtë qendër rajonale për grumbullimin e mbeturinave e realizojmë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, përkatësisht e realizojmë me fondet e Bashkimit Evropian, pra me projekte të cilat parashihen të realizohen me IPA fonde. Mirë, po megjithatë ju i shihni mbase edhe fotografi. Ta zëm për çfarë po ndodh ose cili është veprimi juaj si ministri i mjedisit që nga janari që jeni në këtë pozicion në raport me mbeturinat në rajonin e Likovës. Se dini që ka qenë problematike, keni qenë mbase edhe në teren, keni vëzhguar atje. Ka qenë një hapësirë ku janë hedhur mbeturinat, por pastaj është mbyllur e njëjta me një vendim të Ministrisë së Mjedisit. Kjo ka ndodhur para zgjedhjeve lokale dhe sot e kësaj dite akoma nuk ka ndonjë zgjidhje konkrete në raport me mbeturinat e zonës së Likovës. Deponit ilegale janë kryesisht në ingerencat vetë qeverisjes lokale, përkatësisht të komunës të cilën ku gjinden ato deponit e egra. Ne për Likovën dhe me gjithë komunat, kryetarët e komunave, jemi në komunikim të vazhdueshëm me qëllim të arrihet zgjidhje përkatëse, cila do të nënkupton më pak mbeturina dhe mjedis më të pastër për qytetarët. Çfarë po ndodh, sepse në Likovë për shembull, këtë isha duke edhe shpjeguar se zgjidhja e këtij problemit janë qendrat rajonale për grumbullimin e mbeturinave. Paralelisht me ndërtimin e qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave, do të ndërtohen edhe transfer qendrat të cilët komunat do të mund t'i bartin mbeturinat në transfer qendrën, e cila do t'jetë njëkohësisht e lidhur me qendrën rajonale për grumbullimin e mbeturinave, të cilët do t'jetë konkretisht Likova do t'jetë në rajonin ku ndërtohet qendra rajonale për grumbullimin e mbeturinave në Sveti Nikole. Atje shpresojmë se gjithë procesi udhëhiqet nga Komisioni Evropian, pasi që të bëhet edhe përzgjedhja që duhet të jetë shumë shpejt, do të fillojë edhe të realizimi apo ndërtimi asaj qendre rajonale. Sepse probleme mbeturinat ka edhe Tetova përveç Likovës, po megjithatë po ngelim te Likova. Sot kur po flasim, jeni informuar se ku hudhen mbeturinat e zonës së Likovës, sepse mbyllja e deponisë nuk reflektoj se është një zgjidhje e dur ideale, sepse deponia ilegale u mbyll, mirë po nuk u ofruan një zgjidhje konkrete. Ajo është në ingerencat komunës dhe komuna duhet të kujdeset për ta. Obligim, angazhim primar i ynë mbetet ndërtimi i qendrave rajonale, ku edhe komuna e Likovës më konkretisht mbeturina do t'i hudh në qendrën e transferit dhe prej asaj në qendrën për menaxhim, qendrën rajonale për menaxhim e mbeturinat. Kontenjerët nëntokësor për herë të parë filluan të aplikohen në komunën e Çajirit. Do të vazhdoj ky projekt tutje dhe pse pikërisht filloi në Çajir? Ishte projekt të cilën kryetari Mexhiti gjatë kandidaturës për kryetar të komunës së Çajirit e premtoi dhe njëkohësisht është duke realizuar. Atje në Çajir veç më ka filluar vendosja e disa kontinjereve nëntokësor nga ana e komunës, njëkohësisht komuna para disa ditëve ka filluar edhe me realizimin, më fakt ka fituar edhe një grant nga Agjencioni për Zhvillim Rural, ku parashihet të vazhdoj me vendosjen apo me ndërtimin e me kontinjereve nëntokësor. Edhe ne si Ministri për Ambient dhe Planifikim Hapësinor, në programin që ka të bëjë me sektorin përkatës, planifikojmë që të ndajmë mjete edhe për këtë, dhe me thënë, edhe për komunat tjera tjetë të cilët ku do të aplikojnë dhe ka interes lidhur me vendosjen e kontinjereve nëntokësor. Pra, jeni që po filloni me Çajir, po do të ndodhë edhe në komuna tjera. Edhe në komuna tjera që nuk qeverisen nga BDI, ndjes nga pushteti aktual. Do me thonë pastrojmë këtë gjë. Ta pastrojmë këtë gjë, se nuk bëjmë dallim nga kush udhëhiqet komuna. Edhe nuk do duhet bënit realisht. Nuk bëjmë as pak dallim dhe i shohim qytetarët të gjithë të njëjtë, se çdo qytetar pa marrë parasysh ku jeton. Bindjeve politike. Edhe pa marrë parasysh bindjeve politike, edhe pa marrë parasysh se kush është kryetari i komunës, meriton të jetojë në kushte më të mira. Urojmë që të ndodhë kështu, ministër, në praktikë. Është duke ndodhë për arsye se para disa ditëve unë isha më pikërisht në Studeniçan. Atje kemi dy projekte shumë të rëndësishme ku jemi duke realizuar.
është pjesë e ujësjellësit, faza e tretë ujësjellësit që e bëjmë atje, edhe një pjesë e kanalizimit. Ndërkohë me kryetarin jemi komunikim edhe për projekte tjera. E mora shembull komunën e Studenitçanit, por ka ndodhur edhe komuna tjera të cilët isha dhe në Struk, edhe pse atje kandidati ishte i pavarur në zgjedhjet e fundit lokale. Edhe i pavarur edhe prezant në kongresin. Megjithatë, këto janë çështje ta përsëris. Ishte kandidat i pavarur në zgjedhjet e fundit. Me mbështetjen të pushtetit. Me mbështetjen e Vlenit. Me mbështetjen e pushtetit. Dhe bëra një dallim mes një kandidatit i cili ka qenë opozitor dhe një që ka pasur mbështetje të pushtetit. Dakor. Nuk bëjmë dallim derisa jemi në krye të Ministrisë së Ambientit Qendror për planifikimit hapësinor, nuk do të bëjmë dallim komunën Kushëllëveç. Mirë. Të ndoshta nëse analizojmë, më shumë jam komunikim edhe me kryetarë të partive tjera, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, kam fjalën për kryetarët e komunave, me qëllim që të zgjedhim edhe problemet. Ndryshimet ligjore për koncesionet dhe eksploatimin e lëndëve të para minerale janë propozuar nga kjo shumicë në kuvend, që të njëjtat janë kundërshtuar nga partitë opozitare. Tazëm Majta ka propozuar ka planifikuar të propozojë mbinimi i amandamentit duke e kritikuar këtë propozim ndryshimlesh. Sipas tyre, pushteti aktual po planifikon të mbrojë pra në fakt është një farë lobi për eksploatimin e lëndëve të para minerale, që sipas tyre këto projekt ligje janë të dëmshme për qytetarët, por janë në dobi të pushtetit. Këto ndryshime janë përkatësisht në ingerenca të Ministrisë së Energjetikës. Kuptohet, Ministria e Ambientit Qendror dhe Planifikimit Hapësinor i jep mendime edhe për lëndat të veçanta të cilët do të trajtohen në të ardhmen, dhe atje ku do të konstatohet se është dëm për ambientin, nuk do të ketë mendim pozitiv nga ana e Ministrisë së Ambientit Qendror. Me për këto ndryshime do thotë janë vetë ajo është pjesë të cilën është në kuadër të ingerencave të Ministrisë së Energjetikës. Sipas raportimeve që ka bërë Meta, ka rezultuar në realitet që pjesë të madhe të komunave të komuna e Kumanovës, Prilepit, Strumicës, Manasirit kanë mungesë të inspektorëve. Kur them mungesë, për këto ulëmtime kanë rezultuar që nuk ka fare inspektor të mjedisit. Ju ka shqetësuar ky realitet, keni marrë masa konkrete në këtë drejtim, sepse ne këtu mund t'ju dëgjojmë edhe qytetarët nga shtëpitë e tyre që ju vazhdimisht brengoseni për mjedisin, mirë po kush kontrollon në rast se ka shkelje, ose si do të gjobiten ata që e ndotin ambientin ose nuk shërbejnë në mbrojtjen e ambientit, derisa ka mungesë të inspektorëve. Absolutikisht shumë na brengos dhe merremi me këtë çështje. Nëse bëhet fjalë për inspektorë të cilët janë nën ingerenca të drejtorisë të Inspektoratit Shtetëror për Ambient, përkatësisht që është një institucion në kuadër të ambientit qendror dhe planifikimit hapësinor, prej në fillim të mandatit me drejtoreshën jemi në komunikim të vazhdueshëm dhe bëjmë analizat përkatëse me qëllim që të rrisim numrin e inspektorëve, theksoj edhe njerë të atyre të cilët janë ingerenca tona, për arsye se inspektorë të cilët janë komunal. Ne kemi ndërmarrë edhe masa konkrete në këtë drejtim, kemi bërë fillimisht një analizë të përgjithshme të situatës të inspektoratit dhe kemi konstatuar se nevojitet rritja e numrit të inspektorëve të cilët do të angazhojmë në kuadër të Inspektoratit Shtetëror për Mbrojtjen e Ambientit, dhe njëkohësisht këtë çështje kemi biseduar edhe në nivel më të lartë politik dhe në kuadër të Ministrisë, përkatësisht të drejtorisë që menaxhon me Inspektoratin Shtetëror, jemi duke përgatitur edhe planin për punësime të reja të cilët do janë mëse të nevojshme me qëllim që të rritim numrin dhe Inspektorati Shtetëror të jetë më efikas në teren. Se kushtojnë inspektimet në teren, natyrisht edhe kujdesi. Kuptohet, ta sqarojmë para opinionit, për arsye se Inspektorati Shtetëror bën inspektim në bazë të ingerencave të cilët i ka të gjitha. Mirë, po Inspektorati sot është në kompetencat të Ministrisë së Mjedisit me ndryshimet e fundit, po. Po, domethënë është organ që është në kuadër të mjedisit, të Ministrisë së Mjedisit planifikimit hapësinor, më pikërisht to. Dhe kur diçka konkrete ka në drejtim? Fillova dhe ta shpjegoj. Domethënë pas analizës të cilën e kemi bërë, është konstatuar se nevojitet të bëjmë punësime të reja dhe njëkohësisht riorganizim i brendshëm
për efikasitetin dhe rritjen e numrit të inspektoratit. Këtu kemi filluar veç me do sistematizime të cilat, apo më mirë me thënë, organizim i mbrendshëm të transferimit të inspektorëve, të punësuarve adekuat nga një institucion në inspektorat me qëllim që të rrisim numrin, dhe faza e dytë është më pikërisht punësimi i kuadrit të ri. Mirë. E dini me siguri jeni njoftuar që në Ministrinë e Mjedisit ekziston edhe një program, një plan ose një strategji 6 vjeçare 2024-2030 për ajrin e pastër. Keni marrë ndonjë raport nga institucionet që nga momenti miratimit të këtij plani, do thotë nga viti 2024 tashmë 2 vite kanë kaluar, si po shkon periudha e zbatimit të kësaj strategjie? Po, e theksova dhe në fillim shkurtimisht kemi 2 plane. Plani afat shkurt që skadoj në mars, gjatë sezonit të ngrohjes, dhe plani afat gjatë të cilën e kam trashëguar dhe është miratuar në vitin 2024, ndërsa do të përfundoj në vitin 2026. Ka një sër masash të cilët disa institucione duhet të zbatojnë me qëllim që të ulim ndotjen në Shkupër dhe për gjithë qytetet të cilët janë në vendin tonë. Të gjitha masat në vazhdimsi po realizohen, ne programit përsëris e ka miratuar Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut në vitin 2024 dhe i njëjti koordinohet nga ana e qeverisë dhe Ministrisë së Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hamsinor. Kemi komunikim dhe takime të vazhdueshme me gjitha institucionet të cilët duhet të zbatojnë ato masa dhe njëkohësisht inspektojmë nga afër deri ku kam ri përkatësisht realizimi apo zbatimi i masave të cilët janë më së të nevojshme, një pjesë e tyre të cilët duhet të përfundojnë në vitin. Sepse mos të reflektojë se planet bëhen e strategjit dhe ngeli vetëm letër. Do të theksoj njëri nga planet, shembull kemi ndrimin e mënyrës së ngrohjes në disa institucione shtetërore të cilët nga jo ekologjike i shndrojmë në ekologjike. Janë dukun 70 në këtë fazë të cilën e kemi një projekt, 26 kanë përfunduar, tjerët janë pas sezonit të ngrohjes kanë filluar të vazhdojë realizimin. Mirë. Ju e dini që Bashkimi Evropian ka standarde të larta në aspektin e mjedisit, madje jo rastësisht edhe disa parti politike kanë garuar me agjendë të gjelbërt më herët. Kjo i bie që tani ju në krye të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Komisioni Evropian kur ka raportuar pikërisht për pjesën e mjedisit për vitin 2024 deri në fund të vitit 2025, ka theksuar dhe ka nxjerrë në raport se progresi ka ngecë në vend, pra ka stagnuar progresi në aspektin e mjedisit dhe strategjisë për zhvillim të mjedisit në harmonizim me standardet evropiane. Jemi në vazhdimsi në harmonizim me legislaturën evropiane, pra me direktivën e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e ambientit jetësor, edhe në vazhdimsi ndërmarrim masat të cilët janë në pajtueshmëri me standardet evropiane. Më pikërisht edhe që e theksova më herët që ka të bëjë me ndotjen dhe masat të cilët ndërmerren, janë masat të cilët kanë të bëjnë me standardet evropiane në pjesën e mbrojtjes së ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, duke i respektuar të gjitha ato masat. Këtu kur jemi, mund të flasim edhe për çështje tjera, për arsye se njëra nga pikat apo shtyllat kryesore në agenda reformuese të vendit tonë për aderim në Bashkimin Evropian, si pikë kryesore është më pikërisht njëra nga të cilët e kemi në Ministrinë e Ambientit Jetësor Planifikimit Hapësinor. Pra, është edhe kapitulli 27 për këtë çështje. Po, edhe në këtë drejtim në seancën e dytë apo të tretë qeverisë si Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor kemi miratuar ligjin i cili kërkohet nga ana e Bashkimit Evropian që ka të bëjë me aksionin klimatik. Ligjin e kemi miratuar, i njëjti duhet procedurat e zbatimit e miratimit të tij final në parlament është fundi i vitit 2026. Kemi miratuar ligjin, njëkohësisht jemi duke i përgatitur 6 akte nënligjore të cilët bashkë me ligjin dërgohen në Komisionin Evropian deri në fund të këtij muajit, pra deri në fund të muajit maj, për arsye se bëhet fjalë për ligj i cili del nga obligimet që i kemi ne si shtet për të përmbushur, për të aderuar me sukses në Bashkimin Evropian, është ky ligj dhe gjatë miratimit duhet që të kemi edhe mendimin e tyre. I dërgojmë në Komisionin Evropian dhe pas kthimit atje në rast se
ka vërejtje të cilat do të inkorporohen në ligj, por edhe në aktet në ligjore, dhe i njëjti në shtator do të fillon procedura e miratimit të tyre në legjislaturën tonë. Pra jeni optimist se do të ndryshoj ky raport për dallim prej vitit kaluar, çka sheh? Jo që jam optimist, po punojmë. Punojmë në këtë drejtim, jemi në komunikim të vazhdueshëm, kemi komunikim të vazhdueshëm edhe me zyrën e Komisionit Evropian në Maqedoni, kam edhe komunikim të drejt për drejt, veç kam realizuar disa takime edhe me ambasadorin Rokas, prej kur jam në krye të kësaj ministrie, dhe jemi në vazhdimsi në zbatimin e të gjithë rekomandimeve, të gjithë obligimeve të që harmonizojmë edhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Mungesa e parqeve dhe hapësirave të gjelbra si në zona rurale ngjashme në ato urbane. E trajton këtë çështje Ministria e Mjedisit? Nëse po flasim për çështjet që janë nën ingerenca të komunës, janë në kuadër të njësive të vetë qeverisjes lokale. Po, sepse pasaj qeverisja lokale thotë që janë projekte që duhet t'i mbështet Ministria e Mjedisit. Kemi programa adekuate të cilët mund të aplikojnë. Nëse kanë projekte dhe projekte duhet të finansohen nga në ministrisë dhe të njëjtën e bëjnë. Deponit rajonale pak më herët ato që i theksuat në Rusino dhe Novaci, cila do të fillojë para dhe kur konkretisht do të shohim diçka konkrete këtë drejtim? Viti 2000 sepse ju kemi pa, keni qenë edhe vend ngjarje aty për ta. Edhe në Rusino, edhe në Novaci, tash do të shkojnë në Sveti Nikolo, do të shkojnë çdo kund atje ku ka nevojë. Po. Për arsye se duhet të, do të them, po punohet. Apo ndryshon diçka pas vizitave që ju po bëni? Vizitat kanë qenë kur kemi promovuar fazën e realizimit të projektit. Viti 2026 pretendojmë dhe punojmë të jetë vit i vendimeve të rëndësishme për një kthesë të gjelbërt. Për arsye se punojmë në zgjidhje afatgjate të problemeve, jo në zgjidhje të cilët do të jenë zgjidhje afatshkurte dhe të përkohshme. Pra vlerësoni që këto 3 deponi do ta bëjnë kthesën ekologjike? Janë 4 përgjithësi plus qyteti Shkupit që është Drislla që është në kuadër të zgjedhim problemi për arsye se 10 qendra të transferit do të ndërtohen nëpër komunat. Për shembull, në ajo e Rusinës do të ketë 5 qendra të transferit, Kërçov, Dibër, Ohër, Prilep dhe Novaci. Pra gjithë ato për rreth që janë. Mirë. E dini mirë që rol të rëndësishëm edhe në ruajtjen e mjedisit ka edhe sjelljet e qytetarëve, ka program të posaçëm Ministria e Mjedisit për të arritur ndërgjegjësimin? Në vazhdimsi bëjmë apel dhe kur realizojmë takime, theksojmë se shumë është e rëndësishme të gjithë bashkarisht të angazhohemi për në mjedis të pastër. Para 2 javë nëse s'gaboj u bashkangjita edhe një aksionit që ka të bëj me pastrimin e qyteteve, në këtë rast unë bashkangjita në Shkup pastrimi i fundjavës, që është që cila vite me radhë organizohet nga një shoqëri qeveritare, nëse s'gaboj austriake në bashkëpunim me të Shkupit, dhe nga atje bëra apel, edhe këtu e shfrytëzoj rastin që të gjithë qytetarët, të gjithë ne duhet japim kontribut për një mjedis më të pastër. Mirë, për mjedisin e përfundojmë këtu, Zoti Hoxha, për të vazhduar për pjesën e dytë që ndëlidhet edhe me aktualitetin politik në vend. Ajo për cilën më shumë të janë ankuar funksionarët e koalicionit Vlen ka qenë që vazhdimisht po bëhet edhe presion mediatik sa i përket shkrirjes së koalicionit Vlen në një subjekt të vetëm politik, po ishte një gjë që cilën vetë e kishit premtuar. Ky debat mori fund më 9 maj. Tani natyrisht që pyetjet vazhdojnë tutje. Pas kësaj, e kemi pyetur edhe zotin Mexhidin, me që edhe ju tashmë me themelimin e koalicionit Vlen një subjekt të vetëm jeni antar i kryesisë dhe antar i kuvendit të këtij subjekti politik, kur do të filloj procedura për shkrirjen juridike të subjekteve përbërëse të këtij koalicioni? Së pari, ne në 9 maj dëshmuam se mundemi bashkë. Se jemi mësuar të ketë vetëm përçarje dhe ndarje, ndërsa dëshmuam të kundërtën. 5 subjekte politike, përfshirë këtu edhe vendosjen, jemi 1. Të cilat realisht kishin buruar për përçarjeve. Të cilët realisht kishin buruar, kishin dalë për përçarjeve. Por këtë radhë treguam të kundërtën, se mundemi bashkë dhe subjektet politike shqiptare mundet bashkë. Po, unë jam antari kryesisë me automatizëm, për arsye se jam ministër në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe edhe jam antar i kuvendit të
partisë apo subjektit politik i cili me 9 maj u themelua vlen dhe rjedhin gjitha procedurat për regjistrimin juridik të subjektit i cili do të drejtohet nga ana e 2 liderëve, pra zotit Mexhiti dhe zotit Kasami. Gjitha procedurat i udhëheq ekipi juridik në kuadër të subjektit politik vlen dhe opinioni do njoftohet në kohë me gjitha. A kanë filluar punë konkrete në këtë Po, drejtim? kanë filluar punë konkrete dhe veç javën e ardhshme dhe parashihemi të kemi edhe ngjarje të cilat do të organizohet. Ngjarje të reja. Mbase është herët për të marrë ndonjë vlerësim ose reflektim, po si po funksionon qeverisja një subjekt, sepse ju para se t'jeni në Vlen keni qenë në BDI dhe dini si ka funksionuar atje politikbërja me një lider, dhe tani këtu një subjekt i ri me një model të ri, si po funksionon me 2 kryetarë, është e vështirë për të komunikuar? Fillimi është mirë dhe nuk besoj që do ketë probleme dhe gjatë funksionimit, për arsye se kemi 2 kryetarë të cilët janë me përvojë të madhe, zoti Mexhiti dhe zoti Kasami, dhe jam shumë i sigurt se me sukses do ta drejtojnë subjektin e ri. Raportet Vlen-VMRO do të ndryshojnë pas 9 majit? Ndryshimi i raporteve do të varet nga ana e negociatave të cilët do të zhvillojnë 2 kryetarët e partive, të cilët do të udhëheqin me koalicionin e atëhershëm Vlen me subjektin e ri Vlen. Raportet të cilët i kemi ne si antarë të qeverisë dhe si Vlen me VMRO DPMN janë ajo e cila veç është marrëveshje paraprake e arritur nga ana e 2 subjekteve të cilët formojnë qeverinë. Sepse është u pati krijuar një percepcion publik se VMRO DPMN, mbase po e shfrytëzon këtë momenton për shkak se në Vlen nuk ka një lider të vetëm dhe po shkaktohet një presion edhe në aspektin e komunikimit ndaj Vlen nga kryeministri Mickovski kundrejt koalicionit Vlen. Tashmë kur janë 2 lider, vlerësoni që koalicioni Vlen do ta ketë më të lehtë për të komunikuar me partnerin qeveritar? Në këtë drejtim ishte edhe parashtrimi i pyetjes. Jo vetë se do ta ketë më lehtë, po do të jenë edhe të definuar çështjet edhe më mirë, për arsye se tash kemi një subjekt dhe kemi 2 liderë të cilët udhëheqin si subjekti me një zë. Sepse ka pasur momente publiku i mban mend para zgjedhjeve lokale kur kryeministri i vendit ka çortuar publikisht zotin Kasami për një deklaratë që ka dhënë në televizion në Shqipëri. Mund të ndodhë të përsëritet kjo gjë sërish? Atëherë është sqarua ky rast nga të gjithë faktorët dhe ne si subjekt politik Vlen kemi platformën tonë zgjedhore të dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare, e cila është pjesë e programit qeveritar dhe ne ndjekmë zbatimin e saj. Ka diçka prej platformës së Vlenit aktualisht që është harmonizuar edhe që po zbatohet, sepse oponentët tuaj vazhdimisht edhe nga këtu akuzojnë që gjithçka që po punohet është e programit të VMRO DPMN, sa gjë nga programi i Vlenit nuk është duke u realizuar në këtë qeveri. Ligji i ri për lojrat e fatit. Po, pikërisht për ligjin për lojrat e fatit, ka qenë premtim në programin e koalicionit Vlen për mbylljen totale të kazinove dhe tash jemi me një ka qenë premtim edhe i zotit Mexhitit që do të mbyll kazinot, do të krijohet kornisë ligjore edhe cila u bë kur vendon rregulla të sakta në organizimin e lojrave të fatit. Do të mbyllen lojrat e fatit sepse deri tani kemi një sipas këtyre kushteve largimin 500 metra. Po. Njëra nga kërkesat e cila është edhe pranuar është të jetë 500 metra më larg shkolla. Edhe ajo u bë. Ligji u miratu në seancën e qeverisë të parafundit dhe i njëjti është dërguar për miratim në parlament dhe vendon rregulla të sakta ligjore për funksionimin e lojrave të fatit. Të njëjtat do të jenë jo më afër se 500 metra nga shkollat, në lagjet tona, në mahallat tona ku jetojmë, duke e ditë parasysh se shumë familje janë shkatruar mu pikërisht nga lojrat e fatit, gjithashtu dhe rregull do të vendohet edhe me kredite shpejta. Për arsye se edhe veç ky proces ka filluar. Duke marrë parasysh se janë këto 2 dokuri të cilët veç më kanë ndikojnë në familjet tona dhe shumë familje të janë shkatruar mu pikërisht nga kjo dekuri e cila është shumë evidente. Po, zoti Hoxha, kjo është e pakontestueshme. Këtu kemi pjesën e reklamimit, vendon rregulla të sakta të atyre të cilët do të mbesen të funksionuari sa i përket pjesës së reklamimit dhe nuk do të jenë ashtu se siç janë duk deri më tani, por duhet të presim që ligji të miratohet në parlament edhe pjesët të obligimeve tjera të cilët i kanë. Jo rastisht edhe protestojnë ato të cilët posedojnë licencat e tyre, por arsye se dukshëm presim që kjo të ulë numrin
objekteve të organizimit të pikave të Po, megjithatë, zoti Hoxha, i keni dy shembuj, dy shtetet e rajonit, dy shtetet fshinj, edhe Kosovën edhe Shqipërinë, ku ky aktivitet është ndalë tërësisht, se ka anë negative nga lojrat e fatit që dëmtojnë shoqërinë, që është pra një infekcion që infekton edhe të rinjtë, edhe shtresën e varfër, gjithë kategoritë e qytetarëve, kjo është e pa kontestueshme dhe pa diskutim. Po në këtë drejtim masa për largim ose distanca 500 metrave duket e mjaftueshme, nuk po punohet në atë drejtim ashtu siç keni premtuar për mbylljen totale? Kemi premtuar miratimin e ligjit dhe të njëjtën e kemi bërë. Edhe me miratimin e ligjit dhe hyrjen në fuqitë e ligjit, presim dukshëm të zvoglohet numri i lokaleve të cilët bëjnë organizimin e lojrave të fatit. Për arsye se me kushtet të cilat i parashej ligji i ri, shumica prej tyre nuk do të mund të funksionojnë. Pra, larg jemi që të ndodhë sikurse në Kosovë dhe në Shqipëri të mbyllen totalisht. Tash jemi të fokusuar përkatësisht duhet të miratohet ligji në parlament dhe të vendohen rregullat të sakta që do të ulë përsërisë dukshëm numrin e tyre të cilët dhe do të jenë në lokacione që nuk do të jenë të kapshëm për fëmijët dhe qytetarët të cilët kalojnë. Dakor. Nga marshi i 16 majit të policisë në Kumanov për rikujtim të ngjarjeve të 9 majit deri tek 23 maj po ashtu në qytetin e Kumanovës, qytetarë të shumë në mbështetje të presidentit Vučić derisa kundër tij protestohet në Serbi. Ka ndodhur kjo më herët, po ndodh tani sepse oponentët tuaj vazhdimisht akuzojnë se kjo gjë po ndodh për shkak të faktorit politik shqiptar në qeveri. Nuk ka të bëje me për shkak faktorit politik shqiptar, ka të bëje me ata e quajnë do të faktorin politik shqiptar në qeveri pa fuqi. Pra për mos të cituar në këtë drejtim, ata thonë për shkak të pafuqisë së vlenit, prandaj ndodhen edhe këto situata. Nga ajo që kam lexuar se nuk kam informacione, janë qytetarë të cilët e kanë organizuar, absolutikisht nuk mbështesim organizimin e tubimeve të tilla të cilët janë në mbështetje të liderëve atje ku ke parasysh atje ka edhe zgjedhje, por lidhshmëria e faktorit politik shqiptar aktualisht në qeveri me shtetin tonë fqin verior është shumë më i vogël apo më mirë të themi hiç nga ajo ato të cilët akuzojnë lidhshmërinë të cilën e kanë pasur më pikërisht me faktorin politik në veri të shtetit tonë. Ka qenë shqetësuese për ju të shihni teksa marshojnë për shembull në zona shqiptare policë Maqedonas edhe rikujtojnë lagjen e trimave, pasaj të njëjtët që demantuan edhe zëvendës ministrin e punëve të brendshme dhe thanë që nuk ka qenë përkujtim ose shenjë marshi për ditën e Europës, po pikërisht është në lidhje me lagjen e trimave. Rasti i marshit që ishte e ka sqaruar zëvendës ministri i brendshëm dhe s'ka nevojë që të sqaroj, ai shumë i qartë ishte dhe sqaroi po. Mirë, sa i përket rikonstruimit të qeverisë në qershor, ka diçka konkrete nga koalicioni Vlen? Në subjektin politik Vlen jemi duke bërë një analizë të mërenjshme pikërisht të funksionimit dhe të realizimit të obligimeve të përfaqësuesve tanë në çiki kemi në resore të ndryshme. Aktualisht nuk ka dhe një vendim se kush do të përfshihet dhe kush jo në këtë rekonstruim. Besoj se subjekti së shpejti do të ndërtojë qendrim dhe do të fillojë negociatat me partnerët e koalicionit rreth rikonstruimit që është paralajmëruar në muajin qershor. Sot kur po flasim, sa ministra ka koalicioni Vlen? A janë ministra, ose më konkretisht, a janë ministra të koalicionit Vlen edhe zoti Limani dhe zoti Fetaj? Zoti Limani dhe zoti Fetaj janë ministra të koalicionit Vlen për arsye se ende janë ministra. Sipas informacioneve të cilët janë. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk ka qenë në kongresin e koalicionit. Jam përgjigjur në këtë pyetje dhe më herët më parashtroi në një intervistë. Nuk du të komentoj vendimin e një kolegu tim se ishte apo ishte në kongresin e bashkimit të cilët e organizuar. Ju nuk e komentoni, kryeministri nuk e komenton nga ta dinë qytetar. Me 9 maj, por ajo që ishte ndodhi me 9 maj ishte historike për arsye se 5 subjekte bëhen një. A do të jetë zoti Limani dhe zoti Fetaj më të tjerë ministra do të vendosin subjekti politik Vlen. Vleni duhet vendos se kryesia e Vlenit, liderët e Vlenit sa do të jenë ministra apo jo. A do t'jem edhe unë ministra, se ndoshta edhe unë nuk do t'jem. Ju do të vazhdoni me këtë resor? E theksova, më varet prej subjektit. Kush vendos? Subjekti.
Pra dy kryetarët. Kryetarët, kryesia qendrore, po do të respektojmë çdo vendim që do të merret nga ana e tyre. Mirë, po megjithatë qeshori është shumë afër. Pra jemi në fund të muajit maj, rikonstruimi është paralajmëruar në qeshor, është diskutuar në realitet se do të ketë edhe ndryshim rresorësh, për shembull, do të vazhdojë koalicioni vlen të qeverisë me shëndetësinë. Ka diçka konkrete në këtë drejtim sa i përket të resorëve? Do të thonë, si çështje ende nuk është diskutuar në konkretisht se kush do të mbetet, nuk ka vendim në vlen se kush do të mbetet dhe kush do të shkon, dhe ende nuk kanë filluar negociatat në mes subjekteve politike që përbëjmë koalicionin qeveritar. Përkatësisht në mes vlen dhe VMRO DPMN-s. Momentin që vlen do të përfundojë edhe me analizën e brendshme të cilën janë duke zhvilluar liderët dhe kryesia, dhe më pas të merret vendimi dhe fillimi i negociatave, do të kemi një fotografi më të qartë se a do të ketë ndryshim të resoreve apo jo. Zoti Kasami shumë më herët pati paralajmëruar, madje para se të shkrihet dhe të shkarkohen në organet televizis Besa, në një paraqitje mediatike tha që kriter për rikonstruim do tjetë performanca e ministrave, zëvendësministrave dhe drejtorëve. Ç'mendim ndani ju? Po e theksova edhe vetë se bëhet një analizë brenda vlenit se sa kemi A jeni vonë me këtë analizë me që s'keni akoma diçka konkrete, sepse në fund majit rikonstruimin qeshor ju nuk dini emra? Nuk kemi as pak vonë. Kur planifikoni të mbani një takim për këtë çështje? Për të çështjen kemi në vazhdimsi takime të cilat bëhen analizime. Takimi që theksova do pritet të bëhet mes partnerëve të koalicionit që do kur të fillohet të bisedohet për rikonstruimin. Tani jeni 5 ministra shqiptar në qeveri, në mesin e tyre jeni edhe ju, zoti Hoxha. Kur keni komunikuar për herë të fundit me 2 kolegët që i apostrofua më herët zoti Limani dhe zotin Fetaj? Kur kam komunikuar personalisht, kam komunikuar në seancën qeverisë para disa seancave, seancën e fundit që zoti Fetaj kishte në ekzekutiv, në mbledhjen e qeverisë. I bie më shumë se para 2 muajve. Ishim bashkë në mbledhjen e komitetit për investime publike. Në Ministrinë e Financave. Pra vazhdoni të keni komunikim. Zoti Limani dhe zoti Fetaj janë kolegë derisa nuk janë shkarkuar ende. Mirë. A ishit në protestë, zoti Hoxha? Në? Protestën e studentëve për provimin e jurisprudencës së përmajt? Personalisht ja. Si isha këtu. Nuk ishit këtu, po t'ishit a do të merrte pjesë? Zdia do të merrsha pjesë, por i mbështes protestet. E studentëve. Zgjidhja mbi këtë sepse është diskutuar shumë herë, erdhi momenti që 2 herë të protestohet për të njëjtën gjë. Studentët i keni parë dhe i keni dëgjuar që nuk e kanë ndërmend të ndalen, ndaj asaj që e kërkojnë dhe sipas tyre, edhe sipas nesh natyrisht edhe e meritojnë, por ajo që është dëgjuar në protestën e 6 prillit dhe ajo që është dëgjuar në protestën e 18 majit vërehet një ndryshim që studentët tashmë e kanë zgjeruar kauzën e tyre. Pra tani më nuk po bëhet betejë sipas tyre vetëm për një provim të jurisprudencës, por po bëhet edhe për të garantuar zbatimin e gjuhës shqipe në gjitha institucionet e vendit. Përsëris, mbështesim protestën e studentëve. Jemi kundër politizimit të protestës nga ana e subjekteve politike, pra protestës së studentëve. Kemi theksuar e përsëris, kemi dëgjuar zërin e studentëve dhe janë ndërmarrë hapa konkrete për gjetjen e zgjidhjes të kërkesës së vetme të cilët studentët gjatë protestës e kanë, që ka të bëjë me provimin e jurisprudencës. 2 liderët ka realizuar takim edhe me kryeministrin dhe është marrë vendim se jo vetëm provimi i jurisprudencës, por edhe shumë provime tjera profesionale do të mbahen edhe në gjuhën shqipe. Opinionit, duhet të shpjegojmë dhe opinionit duhet ta ketë të qartë. Provimi i jurisprudencës. Tani thoni që nuk është dhënë asnjëherë në gjuhën. Asnjëherë nuk është dhënë në gjuhën shqipe. Po këtë kemi dëgjuar nga gjithë funksionarët e koalicionit. Edhe unë e përsëris atë që kanë thënë gjithë funksionarët e koalicionit vlen, subjektit politik. Edhe i keni dëgjuar edhe gazetarët në Shqipëri teksa thonë që gjitha këto parti që përbëjnë vlenin kanë qenë her pas here pjesë të pushtetit. E vërtetë është. Edhe pa marrë parasysh kush është pjesë, nuk është dhënë në gjuhën, nuk është dhënë provimi në gjuhën shqipe. Nuk është një e drejtë të cilën ju është marrë shqiptarëve. Tash është një e drejtë të cilët do t'ju sigurohet. Do të arrihet zgjidhje.
Nuk do të kenë nevojë të protestojnë për herë të drejtë? Theksoj, mbështesim protestat, mbështesim çdo protestë, se është e drejtë e garantuar e qytetarëve dhe secili qytetar ka të drejtë të proteston. Dhe të drejtën për protestë të studentëve e mbështesim dhe zërin e tyre e kemi dëgjuar si vlen dhe si pjesë e koalicionit qeveritar dhe punohet për arritjen një zgjidhje. Sepse zoti Mexhiti dha afate brenda 3 muajve tha këtë çështje do të zgjidhet. Zoti Mexhiti është kryetari i vlenit dhe atë që e ka thënë dhe do bëhet. Po ne jemi këtu për ta monitoruar dhe për Pa ajo që është me rëndësi që duhet shpjegohet sepse nuk është bërë deri tani. Për arsye se ligji për jurisprudencën, për provimin e jurisprudencës është miratuar më i fundit në vitin 2019. Në të cilin nuk është harmonizuar me ligjin për gjuhët para disa muajve që ka hyrë në fuqi. Po, 2019. Ka pas mundësi të bëhet harmonizimi atëherë në miratimin e ligjit në vitin 2019. Këtu oponentët e BDI-s thonë që edhe ato ligje që nuk harmonizohen, ekziston dispozite veçantë ligjore që në ato ligje që nuk janë harmonizuar vlen ligji për përdorimin e gjuhëve. Pra nevojitet vetëm vullneti politik për ta duhet të bëhet harmonizimi i ligjit për provimin e jurisprudencës, duhet të bëhet me ligjin për provimin e gjuhëve. Dhe kjo nuk është bërë as në vitin 2019, 8 muaj mbas hyrjes në fuqi të ligjit për gjuhët. Mirë, këtë çështje kemi diskutuar edhe me funksionarë të tjerë, edhe të koalicionit vlen edhe të BDI-s, ky debat vazhdon akoma derisa të shohim se cila do të jetë zgjidhja përfundimtare, me që jemi edhe në pjesën e fundit. Apo rrezikohet sot gjuha shqipe, zoti Hoxha, sepse është krijuar një narracion i tillë që kudo dëgjohet një rrezik që poconohet ligji për përdorimin e gjuhëve, që me automatizëm minon edhe peshën edhe rëndësinë e gjuhës shqipe. Ne punojmë për avancimin e të njëjtës, jo për të rrezikuar. Kur themi se provimi i jurisprudencës do të bëhet në gjuhën shqipe dhe njëkohësisht themi se 10 ligje tjera do të jenë në këtë pako, të cilët deri më tani nuk janë dhënë në gjuhën shqipe. Ju çfarë punoni, zoti Hoxha? Gjykata kushtetuese po punon diçka tjetër. E dini një plan që ka gjykata kushtetuese nga viti 2024, ishte pra 10 dhjetor të vitit 2024, kur kishte planifikuar gjykata kushtetuese për ta shfuqizuar edhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Pra janë disa dispozita ligjore, janë ankesa që akoma janë aktive në gjykatë kushtetuese edhe nga VMRO DPMN, edhe nga zonja Karakamisheva, të cilet janë kundër ligjit për përdorimin e gjuhëve. Do të arrini ta mbroni këtë ligj? Tash asnjë si kemi komentuar vendimet e gjykatës kushtetuese, gjykatës e djemes edhe kur është formuar, edhe nuk do t'i komentojmë, por ligji i gjuhës ashtu siç është nëse janë të dëmshme, duhet komentuar edhe duhet diskutuar e alarmuar. Ligji për përdorimin e gjuhëve ashtu siç është zbatohet, punojmë në avancimin. Njëra nga shembujt është edhe ajo që theksova pak më parë. Shofim, është periudhë shkurtkohore dhe nëse ndodh vërtet, patjetër ne jemi këtu dhe për ta përmbyllur, zoti Hoxha, është gati koalicioni vlen për zgjedhje të parakohshme parlamentare? Çdo herë kur të vendoset që duhet të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, por ajo që dëshiroj të theksoj se duhet në vitin 2026-27 të fokusohemi në realizimin e projekteve të cilët janë shumë të rëndësishme për qytetarët, sepse përndryshe shpallja e zgjedhjeve, procedurat të cilët janë të nevojshme prej formimit të qeverisë teknike shumë i redin do stagnon disa muaj gjithçka në realizimin e projekteve. Por nëse vendoset që të ketë zgjedhje parakohshme jemi çdo herë gati. A kjo qeveri është stabile? Vlerësoni se mund ta çojë deri në fund këtë mandat? Kjo qeveri është më shumë se stabile, në vitin 2026 nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, ashtu është edhe vendimi, për më tutje do diskutojmë. Për vitin 2027? Nuk është qartë si temë, por nëse vendoset që të ketë jemi këtu. Mirë, zoti Hoxha, faleminderit për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, faleminderit për momentin dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.